Unë jam fajtor për atë ditë se kam qenë në fshatin Banjsk. Unë për vete nuk mund të them se jam terrorist. Unë këtë gjë, si që tha avokati, shumë herë kam menduar që ta pranoj fajsin. Dhe po të ishte reale kjo akt akuze prokurisë speciale, unë këtë gjë do ta bëja. Unë jam fajtor për atë ditë se kam qenë në fshatin Banjsk dhe ky është gabimi im më i madh në jetë. Jam fajtor për këtë gjë, por i nderuar gjyqtar, unë për vete nuk mund të them se jam terrorist, për arsye se askënd nuk e kam vrarë, askënd nuk e kam lënduar, asnjë plumë të vetëm unë nuk e kam shkrepur ndaj pjesëtarëve të policisë dhe ndaj askujt tjetër. Nëse është ekzaminuar, domethënë pushka ime e cila është gjetur tek unë, ka mund të vërtetohet se nga ajo pushkë janë shkrepur 2 plumba. Që të dyja në reflektorin i cili ka qenë pranë manastirit, i cili e ka ndriçuar atë zonë në të cilën kam qenë unë në atë moment. Unë më së shumti do të dëshiroja, nderuar gjyqtar, nëse do të mund t'ju prezantoja për 5 minuta jetën time se kush jam dhe çfarë jam. Në jetën time, deri në këtë situatë, nuk jam marrë kur asnjëherë me veprime të cilat janë të kundërligjshme. Shumë pas arrestimit, kam menduar për atë ditë dhe gjithçka çka ka ndodhur atë ditë dhe kam kuptuar se për një pjesë të ditës nuk kujtohem, domethënë nuk më kujtohet. Sepse unë me të vërtetë, domethënë më ka zënë xhumi dhe ashtu jam arrestuar. Gjë që mund të shihet edhe në fotografi. Çka do të qoftë të tjerë të mendojnë? Me të vërtetë më vjen keq, domethënë për vrasjen apo për humbjen e policit Afrim Bunjaku. Më vjen keq për të gjithë të humburit dhe të gjithë të lënduarit në atë ditë. Dhe më vjen keq që unë kam qenë pjesëmarrës në atë ngjarje.